Mirë, kjo ishte Unë xhelozoj, kënga më e fundit nga Devi Xherahu. Kë xhelozon? Pse xhelozon? Se the që do na vendosje neve përpara vështirësisë, po të pyesim një herë ty. Atëherë unë nga që respektoj më të vegjëlit, po janë nga ty Viola. Kële xhelozon ti Viola? Unë xhelozoj veten Të drejtën. Veten time 18 vjeç. Po pse Duke që jam njëri që dua vetëm vetë. Viola kujton në shpinën e varrit kujton litar. Me të nuk pyet disa vjet para, shumë pak vjet para. Po Ti pse? e gon? Po pse xhelozon? Nuk i dhimnin kockat përpara se të binte shi. Megjithënë, ka shumë pas kanë ndryshuar. Di se do Viola një shoku im i kërcasin koska tha, boba tha. Të shkojmë të vjetin, nuk vjetin dot, pse tash do kërcasin koska. Unë këtë xhelozoj unë. Po ti unë jam njëri që xhelozoj, po pse duke ditur. Po mirë, xhelozi tash, mos e marrim është fjalë madhe shumë xhelozi. Okej, ja e bëjmë kështu. Kush është më xheloz nga ne të tre? Nisim. Sa xhelozi ti e gon nga një shit? Jo, unë kam provuar që jam xheloz, po juve si jeni, po unë kam provuar që jam xheloz. Unë e them, e ka thënë botorisht. Ore, nga 100 sa xheloz do e konsideroj veten? Po ndoshta, ku di unë çat them 20 ose 30. E di pse se unë mendoj që qa është e shkruar të jetë për mua ose të jetë e imja, do jetë për mua ose e imja. Qa nuk është e shkruar të jetë e imja, s'ka për të qenë kot, mos u lodh, mos xhelozo se u thulla atë gryen në vet. Se di tash. Hajde pa më thuaj. Po shokuim, po ti jesh po të dashurosh tamam, domethënë. Si ajo puna e Violës që më dhemin kockat. Më dhemin kockat, do ke xhelozi vëlla. Pak dozën nuk e di, por kur xhelozon dashuron themo. Po Viola na e fshehë, Viola na fut na iku. Nuk ndenjë te xhelozia ku e pyeta unë. Se unë përgjigjen ta ktheva edhe po, në kushtet që po. Me bashortën po. Po është për të qenë e imja ose për mua do jetë e imja ose për mua. Po s'është e shkruar të jetë për mua. Do jetë për mua. Ti nuk lufton. Nuk luftoj. Luftoj do të jetë për ty, okay. Jo. E shef që je xheloz? A e shef? A e shef? Okej. Ti e shikon nusën që shkuan diçka dhe sa ju tin te dera. Si e? Bëj me një lëvizje kështu. Tabi ka stile, çfarë do ndjenjë ti për shembull? Në atë moment. Po fliste me dikë ajo. Ti je po la telefonin kështu këtu. Mirë, okay. Shiko, okay, e pranoj që ka ndodhur. Ka ndodhur. E pranoj që ka ndodhur. E pranoj që ka ndodhur. Mund të ndodhë edhe në kontekstin e shakas, se duke e ditur që kemi besim te njëri tjetri. Duke ditur nusja që ti e ka qiqetar, ka thënë dalta ngacmoj ta shikojnë çiktë, ose si shumë i qet. Okej, ka ndodhur. Edhe tek e ke ndier, dank direkt. E ndjen pa. E bëj këtë po themi. Po ndodhte mua kjo situatë. Kush nga ju do më sillte paketat në burg? Keq. Jo. Të merë, hallashin këtu, në mbaj këtu, edhe direkt. Bëu gati. Kjo është pasa, kjo do ilaçe. Do. Po qartime do ilaçe kjo. Po mirë tash i duhet. Vjolke, do të them goçarçe, do të them vjolke kjo do ilaçe. Do të them kshu isha unë kur njëta me nusën pa. Ertemiona sapo kishte dalë Miss Shqipëria në 2009-ën. Po mirë, sa qenë edhe me një status. Po pikërisht ti kishe dhe arsye o buri. Unë po në natë gjithmonë dhe në natë shikon gjëra që nuk i shikon gjatë ditës. E di. Edhe gjithë ato ndikojnë në sa kjo ishte shumë e bukur. Natën shikojnë gjëra që nuk i shikon ditës. Shumë e bukur ishte. Nuk e di pse. Se si transformohen njerëzit. Transformon nata vet. Transformon pija. Jo që nuk flas në abuzim, ja? Jo. Dritat, muzika, argëtimi, tjetër vibe, euforia, tjetër vibe dhe bëhesh më pre shpejt e mëkatit. Mëkati është shumë afër teje natën se sa ditën. Ditën duhet të jesh i qetë, je në punë, okay, do thuash ti strathojnë burrat ose gratë ditën, pa diskutim strathojnë. Por koha rekord është natën. Sepse të gjitha këto favorizojnë që ti të biesh në mëkat. E ty ç'të trëmta? Tani dashuresh me një vajzë që ishte Miss. Në atë kohë ishte shumë në suksesën e saj, Hong Kong, Kin, gjithandaj. Miss International ku e di unë. Në dashin Devi Xherahu, që e një mirë natën, e një mirë. Kjo tani del dhe me fund ose me fustan, e veshje, dhe del dhe me bikini. Ashtu do të thuash ti. Ore në plazh, s'ka qenë ti, ore kam qenë në plazh, po
Tash si mendon ata poshtë që shkon atë. Si flirtojnë ata poshtë. Edhe fillova unë ku ishe si sepse s'më ktheve përgjigje në këtë moment. Fillova nga. Sepse isha dashuror valla. Siç jam akoma, po atë ishte tjetër gjë. Më thotë Devi, gjë. Gjithë ata meshkuj që mendon ti që mund të flirtojnë mua, më flirtojnë, është pa diskutuar sepse si ndalojnë dot. Sidomos në këtë profesion dhe në këtë gjë që jam unë. Jam më, si thua, më afër këtij lloji flirtimi. Kupton? Por tha. Nga ata që do donin që më kishin mua në krah. Unë kam zgjedhur njërin, tha, kam zgjedhur ty. Nuk më zgjodhe ti mua, ti erdhe në mua, okay. Po mua më vjen shumë, unë të zgjodha ty. Tash pse duhet ti jesh dikaq? Ta sëmurësh veten. Aty jo, aty nuk qetësova, aty thash okay. Ajo më bëri të futesha në mendime unë pastaj. Mendoja natën, si ma tha këtë mua? Vetëm një vajzë 19 vjeçe se. E shef që kam të drejtun që thash që po që e shkruar të jetë. E di pse se unë e kam xhelozi. Se është femra që na zgjedh në meshkujve. Pa diskutim. Ti lodhu sa duash, bëj sa duash dhe kaq që bëjnë. Pa diskutim, po kjo është dhe në njeriu. Po. Unë them që xhelozia shkon bashkë me dashurinë. Po në rastin konkret, unë xhelozoj, nuk shkruha për të. Në rast konkret, domethënë duke ditur që xhelozia është e pranishme dhe dinja shumë raste për shembull që Viola është i lidhur me Artanin për shembull dhe unë nda Viola nga Artani, shembull, Po. Se nuk kam. Po. Unë nda Viola. Nuk kam asnjë Artan. Atë marrë që këtë kafe nuk e një me aqë të vërtetë tu. Unë nda Viola nga Artani dhe menduan se lidhja tyre mbaroi, okay? Kalon një muaj, 2, 3, 5, 6, një vit ku e di unë, shikon një moment Artani e shkon Violën në kratë dikujt tjetër. Atje i këntruri i Artanit. Por ti kur ti këntruri dhe kur e ka xhelos për të njëri, pse le ti këtë vëlla? Pse u dorëzove? Pse mendove që mbaroi? Pra mesazhi është ky që mos mendoni që mbaroi një lidhje dhe ngrini duart më herë, dorëzoni që në problemin e parë, që në shqetësimet e para që mund të keni një egoizëm, sepse marrëdhënia vetëm 90% nga egoizmi përfundon. Me këtë jam dakord me ty. Përfundon nga egoizmi. Jam dakord. Prit, lere egoizmi qetësou, merr atë vajzë ose atë djalë, flisni, dialogoni, para se të jetë vonë që të xhelozosh për atë që do jetë ajo ose për atë që do jetë ai. Xhelozosh diçka të pakthyeshme. Të pakthyeshme pastaj. Janë kthyer, okay, ka patur raste, po prapë do ta kesh të mendje që iku, okay, është okay. Nuk ja fal dot. Për mentalitetin ton shqiptar jemi çik problem, nuk kemi kaq open minded në kuptimin e asaj, okay. Me që jemi tek dashuria, tek xhelozia. Interesante kjo tema. Po patjetër, dashuria është emocion që ushqen jetën, kështu që patjetër duhet flasim. Dhe nuk e di pse, po mua kur e shoh Devis më duket sikur është nga ata njerëzit që dashuron marrëzisht me gjithë rroba. Me gjithë rroba. Okej. I lagur tërkohë, domethënë, qull, po are kështu, që nga koka në këmbë. Cila është gjëja më e çmendur që ti ke bërë për dashurinë? No, kam bërë shumë. Mendo dhe ti e gonja. Kam bërë shumë, po. Jam dashurinë. I kur ishte në Kinë, Ertemiona, që shkova në Kinë. Okej. E dinte ajo që po shkoi? Nuk e dinte ajo. Si reagoi? Filan hotel, filan dhomë, po ishte me valë të gjata. Ishte kjo pjesa e çmendurisë me të biletat unë virazer. China. Shkoj atje, i kisha marrë taksin. Në një orë, dërsa të vidim në Shangaj ishim. Edhe në hotel. Mi po bënim prova, poshtë i bënin në hall i provat dhe në gjitheshin sipër. Ishte ajo ora që shlodheshin, trokasu. Who are you? Bam, bam. Who are you? Knock. Në anglisht dhe se kujtonë, dhe ishte nga këta shërbimi i hotel. Service. What do you want? Ertemiona Majdanin që e duaj shumë. Dhe atje ma tha këtë pastaj që t'gjova. Dëgjoj budalla. Budalla. Se ne në përgjithësi bjem gjohë se zgjodha unë. Ku zgjodhe ti? Ajo të zgjodhi ty. Sa i vajtën 100, 50, 10, 20, 30, 50. Viola ka zgjodhi. Viola zgjodhi Artanin. Kisa ka në listë, Tani ju manifestuat një Artan në jetën time. Faleminderit shumë. Ndoshta mund të vi, ndoshta kur të vi do thuash do më dërgosh Devi. Ore, je fallxor, do shkojmë në kazino, mos vaj ndonjë lek lere, 50-50. Se problemi është unë jam edhe vet nga Fieri. Të tjerëve u bëjnë der, vetes jo, kështu që. Se çuash në Fier? Po. Është qytet mistik.
Ka një shok të mirë atje. Dritan Duducin, po të më dëgjoj tash, Dritan, të përshëndes. Ka djemë të mirë fjerat. Ti mendove? Unë s'kam vajtur do deri në kin. S'ka rëndësi ka ideja, rëndësi ka veprimi. Po përfshin këto Viola, këto udhëtimet, këto surprizat. Surprizat që nuk i mendon dot askush, nuk i parashikon dot, e kupton? Kështu kam bërë edhe unë, e kupton? Quhet. Gjëra tash mund të duken edhe të thjeshta në raport me vajtjen në kin, nuk e di. Po s'ka rëndësi, rëndësi ka që ke marrë rrugën të shkosh atje, nuk ka rëndësi. Po ta ishte në kin do vjedhe në kin. Po, besoj që. Do ta bëje. Nga momenti që e bëre atje kudo që do ta bëje. Domthon nuk ka rëndësi. Nëse nisesh për atë rrugë, do shkosh ku tjetër. Interesante. Po ku ka dashuri ka dhe xhelozi shoku, më beso. Të pyeta për atë celularin më the që më ka ndodhur dhe më ka ndodhur. Më ka ndodhur. Edhe është vërtet që ku ka dashuri ka dhe xhelozi, sado që pastaj tjetër gjë sa e smur është kjo xhelozi. Po shkuam deri tek sa e elmon dashurin, kjo është tjetër gjë pastaj. Se nëse ti je në gjithkohë që kur këndove, sa këndove, ku dole, ku jep, se s'ma ngritë mua kur po këndoja, më po këndoja. Ore, dëgjoj, ata kuptoj. Kjo puna ku ndahet xhelozia e shëndetshme nga xhelozia e smur. A ka të bëjë xhelozia e smur me egoizmin tënd, pra ti në thelb nuk është se do personin tjetër, po do vlerësimin dhe adhurimin që personi tjetër do të ketë ndaj teje. Prandaj bëhesh xheloz. Po dëgjoj, kjo varet edhe nga partneri që ke. Edhe nga partneri. Nëse partneri ty vërtet të do dhe do këtë lidhje të shëndetshme, ai të shëron. Siç më ka shëruar mua. Po. Nëse partneri pasaj është problematik në kuptimin që do dhe Violën, do dhe Marian, do dhe Lilianën, ka të drejtë Viola që të marrë kallashin pasaj këta. Këtu justifikohet arma e Violës pastaj. Prandaj duhet zgjedhur me kujdes në jetë. Por Erdemiona mua më zgjodhi pas një vite ca. Që unë i kronja për kafe, për gjera, sepse kështë të di që varë David Gerard Don Juan. Kështë dhe lami, ja? Me syrit më thashë, unë që unë fetar, ke parasysh. E si e bëre për vete? Si e bëre për vete, shka, Ertemiona dëgjonte kur, gjithësisht punë lidhja me Ertemionën. Unë kësha nëzirë në atë kohë, pas papagallit, apo para, nuk e më, në atë kohë kësha nëzirë një duet me Randa Libovën para ndjenjë. Ishte një këngë që u bë hit që unë nuk e shijova, ishte në Greqi, është në YouTube para ndjenjë, një super këngë. Dhe Ertemiona e mbante çu ditërisht zile telefoni. Vërtet? Po. Okej. Unë s'dinja gjë. Shkoj në Korçë, më kishin ftuar në një live, në një klub. Dhe ajo kishte ardhur me shoqërinë e saj të më dëgjonte sepse David Gjerau që unë kam këngën, thon, siç ke një këngëtar të preferuar. Nëse ishte një 200-300 veta atë natë, mbarova unë sa do dilja kur më thet një shok. Dajta se këto alunje këtu ty po të presin ta që të takonin. Unë e kështë dëgjuar, Miss Shqipëria, po okej, dinja kështu në për mjegull. Sa i dash dorën që e pash? Re brenda. Me thënë, ti beson të dashuria me shkimtar. Po një sekond, se ti je artist, ti je person që ke njohur shumë mjedise shumë njerëz. Këtu është bukuria. Këtu është bukuria që kimia është aq e madhe në momentin e duhur, dhe godet kimia. Bap. Unë si shaj, as ajo si ishte përgatitur për atë punë as unë. Vjen kur si e përgatitur. Si e si dukesh, bam! Ishte dashuri me shikimtar nga të dyja anët apo vetëm nga? Jo, ajo më kishte zile telefoni. Ajo më kishte zile telefoni. Po nuk më shikonte me, nuk më shikonte me atë, okay, kam siç kam dhënë shumë këngë, ndryshe, po jam i dashuruar me këngëtarë për shembull, kupton? Kurse për mua ishte këtu, bam. E ke vuajtur ndo pak, sepse ne dim, media ata shpresin një gjë që ndodh në jetën tënde dhe e bëjnë lajm. Faktin që ju keni një diferencë moshe. Ska, e numre. Unë vija nga Greqia, Viola, dhe unë kisha dëgjuar marketi ande shumë para nesh në kuptimin e lajmeve, të shqetësimeve, të intrigave. Këto ishin kështu, domethënë juve dy skini asgjë. Hajde bëjmë diçka që të ngremë numrat e televizionit e emisionit, si ta bëjmë këta të dy i pa ndiku. Fare, ti me gruan, ajo me burrin, pas të lidhje, kupton. Po i bënin vetë për të, janë këto quhen shiringat e për të ngritur audiencën e për të shkuar e profesioneve tona. Kupton, unë isha mësuar në ato. Kështu që nuk më shqetësonte fakti që shkuani pasaj jo kështu, po këtu me këta. Plus që unë nuk kam patur probleme me asjen me mediat. Sepse di që janë partnerë, domethënë ata për këtë do shkuajnë. Për ne do shkuajnë. Po.
Ka shumë çfarë bëjmë si. Ndonjëherë te kalohen. Te kalohen, okay, por sidomos tani kohëve të fundit ku edhe gazetarët paktën nga çfarë konstatoj unë nuk kontaktojnë një herë me personin dhe publikojnë direkt lajmin. Po, është vërtet. Po në kohën që jam lidhur unë ishin akoma revistat, gazetat që ishin të shkruara. Po, që patjetër duhet kalonin në disa. Dhe s'kishte portalet tipit që askushi, nuk shkruante dot askushin atë kohë. Ishin gazetarë që kishin emër mbi emër poshtë. Ata që kishin emër mbi emër poshtë ishin mbanin përgjegjësinë e lajmet që kishin. Si ishin anonim. Kështu që kontaktoheshin ata. E dieri adresën. Kështu që ne u ritëm shëndetshëm në kuptimin e kësaj. Pastaj morëm vesh kush ishim dhe çdo që të shkruanin portalet mund të përgjinjtronin diçka që s'ishte thënë më parë për Debin dhe për Temion, kupton? Shiko, më bëri shumë përshtypje ky transformimi yt nga një djalosh artist i ri në një burr që edhe arti i vet është shpjekur, po themi, por edhe në pikpamjen e jetës, siç do duhet të shpjekur, sigurisht. Të mungon një çik ajo rinia e hasdisur buzukëve. Di pse s'më mungon shok? Dhe kam shumë sinqert pyetjen. Po, di pse s'më mungon? Mua ndoshta edhe mund të më mungonte të jetoja atë jetë. Ma bën pardije në një emision, ka rëndësi sa ku. Dhe i thash që unë, si Devi, kam kaluar gjitha stadiet e jetës në kohën e duhur. Okej. Më kupton? Në çdo stadie unë kam jetuar full. Po jam dhe koshient që jeta ecën. S'mund të ri unë tash i pengu i para 10 viteve. Apo s'mund të rish 30 vjeç. Po. Kështu që unë do të bëj të gjitha që kam në dorë për moshën, për momentin, do të shfrytëzoj të gjitha dhe pastaj do them që Devi, të mungon ajo që ta përsëritësh, se do jesh përsëritës prapë. Pra nuk të ka ngel në një peng, këtu e kisha. Pengu i më i madh i jetës time është Amerika, që unë nuk i kanë kohën e dur kur desha unë të ikja. Kur kërkova unë në 94 në ambasadën amerikane që të shkoja të bija karrierë, nuk mu dha. Unë këtë disa të bëja, Po, kur bëra në Greqi që ishte aq problem dhe ishin kushte të tjera, në vend tjetër do kisha vetëm, domethënë, nëse në Greqi kisha peshën time, 70 kg në atë kohë, kisha edhe 70-80 kg të jo mbarvajtjes të mirë Greqi-Shqipëri. Rasizmi ta quajmë, quaj si duash, më kupton? Që paguonja unë, kurse në Amerikë ose në çdo vend tjetër isha do kisha vetëm peshën e trupit tim. Nuk do kisha këtë barë. Nuk do ishe edhe shqiptar, do ishe artist që artisti nga Shqipëria, po artisti. Më kupton? Von, pastaj grekët theshin, okay, Devis është fonara, Alvanos, okay, shqiptar, por fonara kanë me zë shumë të mirë, më kupton? Sado që ti ngacmon të fjala shqiptar, në fund theshin, ai është fonara, ai është super zë. Okej. E mbyllnin bisedën atje, kupton? Kështu që pengu i madh ky ishte, domethënë doja ta provoja këtë që provova këtu ta provoja në Amerikë. Po pse se provoja më vonë më Davis? Është vështirë, tregu Po ça pengesesh ka? Mosha? Donald Trumpit. Mosha, është paketa që duhet ta. Jo, ata janë si punë një prindi me fëmijën, duhet të marrin që të vogël. Që të montojnë siç duan ata. Të edukojnë, të montojnë, të rrisin siç duan ata dhe pastaj. Sot më mundon dot mua, se unë jam rebel dhe idealist. Mua po më the 4-5 gjëra që s'janë tipin tim, ja më pyeti Viola, për shembull do vjen në Big Brother, çfarë milionat më jepin në vetë dot. Po kam një luks edhe në kuptimin që jam pozicionuar në ajo që si mund të flejoj në 10 veta të vinë nga Ugiu.